Si ju duket rezultati I zgjedhjeve? Shumë mirë. I meritoi Rama 82 mandate? Të mirëmendja, e meritonte 4. E meritonte, po punon për Shqipërinë, për ta futur në Europë. Shqipëri. Jeni kënaqur me pensionin që ju jep Rama? Shumë mirë. Pjesës më ka dhënë partia punës. Rama I bën rritjet. Përdo? Rama miraton vendimet për rritje. Qeveria e Ramës. Shumë mirë. Do të rrisja avash. Si mbal kushteve. Sa vite do duan që të arrijë pensioni sa për të mbushur kushtet minimale? Ata qeveria e di, se di unë. Faleminderit. Rezultati I zgjedhjeve. Shumë bukur. Shumë mirë është. Rama mori më shumë mandate dhe sa parashikoi vetë. Se mendoni si më? Ato a ka populli më dorë punë. Ku gaboi opozita? Ku gaboi opozita? Gaboj se s'boni ata si duhet. Do të del dhe I kadri. Shpesh shqiptarët kanë kërkuar gjithmonë rinin, alternativa të reja. Këtë vit I patën alternativa të reja dhe sërish zgjodhën të patonin Partinë Socialiste. Se mendoni se ndodhi kjo? E zonë se ai ishte më alternativa e dushme. Se me që nuk e zjesë kush. Si do t'jetë I mandati 4 qeverisë së Ramës? Dhe t'jetë ma I me rregullueshëm. Për mendimin tim. A bëjmë mbret fare më që 16 vite? Nuk ka puna e mbretit, po puna se s'ka njëri më të mirë se ai. A e kupto? Ju jeni pensionist? Jeni pensionist? Merrni pension? Pensionist jam. Jeni kënaqur me rritjen që është bërë gjatë këtyre viteve? Po, mirë. I përballoni gjitha vlerjet, gjitha faturat fund muajit? Po nështë ai nuk shkosim vojt gjitha. Po mirë. Baza ekonomia. Po 250.000 lekë I dhaj. I dha një herë? Po. Para zgjedhjeve? Jo para zgjedhjeve. E dha vitin se kaloi. I dha për vit 3 edhe në pranverë? Po, në pranverë. Po nëse s'ja jep të vit, çfarë do bëni pastaj? Do ta grejnë rrugën, do ta grejnë pensionet. Faleminderit. Dhe kaloshi mirë. Të zgjedhjeve. Po, për mua duket simpatik. As vetë Rama nuk I kishte parashikuar 82 mandate. Në gjë, kjo në kuptimin e mirë ka treguar që njerëzit ndërgjegjësohen dhe shohin diçka pozitive. Çfarë shohin? Shohin diçka më perëndimore, më bashkëkohore. Si rezultat, për njerëzit, në përgjithësi, për vendin, nuk ka shumë më mirë se opozita duhet, por ka një gjë. Njerëzit kërkojnë njerëz të zhvilluar. Jeta kërkon zhvillim. Kanë mbetur disa figura tash 35 vjet, 30 vjet, duke na bërë vetëm të njëjtin mendim, ide, koncept. Janë ngopur njerëzit. Ku gaboi opozita? Ka bërë shumë gabime. Me elementat që ka pasur, që vazhdojnë të udhëheqin, që vazhdojnë të japin mendime, ide, konceptime, kot. Nuk besohen një pjesë e madhe e tyre. Nuk arrin të besosh jetën. Jeta është gjë e çmuar. Si të besoj jetën disa individëve naiv, të cilët nuk din asgjë, vetëm shaj, jetët në fakte që unë ta ndjej, ta përjetoj edhe të xhepi, por njëkohësisht edhe jetën. Nuk jeton në falso. Si do t'jetë një mandat I 4 të qeverisë së Edi Ramës? Tani duhet jemi të ndërgjegjshëm, të themi gjërat hapur, siç janë. Nuk ka kuptim të krijohet një mono. Por ka njerëz që na kanë mësy edhe nuk kanë nivel, janë pyka. Edhe këto pyka kanë hyrë në jetën tonë prej vitesh. Si kanë hyrë? Gjoja nga partitë në emrin e demokratit, si demokratit. Po ne që s'kemi qenë parti kur, jemi me të vegjël, mos nështë jemi shumë më lartë, edhe na bëjnë gjoja si trima dhe si burra të mirë disa, duke u tallur me jetën tonë. Si t'ja u besosh jetën disave që janë në gjoja, opozit, ose disa tjerëve në pozit, që janë tepër të rëndomt, thjesht makineri që I shërbejnë kryetarit edhe një grupit. A do kishte pasur më shumë gjasa opozita përfitore nëse nuk do kishte qenë Berisha në krye të saj? Jo, Berisha është
tepër larg figurë, tepër larg vlerave. Unë kam pasur qysh herët këto mendime ide edhe i kam thënë hapur në media, në medjen e shkruar, radio, televizione se jam marrë me këtë fushë. Jo a kam thënë, kam pas kurajën të i shkruaj hapur në format edhe të artikujve, të formave të tjera, plus edhe artistike, pra kemi pasur kurajën, ishim të pa dëshiruar. Disa servila që i bënin servillekun, u bën figura, u bën njerëz të mëdhej, u bën të partisë. Ne që se deshëm parti, vetëm jashtë. Pra, figurat e tilla janë tepër të ezauruara, kupton? Njerëz që ishin me partinë e punë, si mund të ishin ti krye demokrat e Shqipërisë? A e kupton çfarë gabimesh ne kemi përjetuar ti herë, nuk e kupton. Ne që e kemi përjetu, kemi një zhgënjim total që në fillime u tërhoqën një pjesë e madhe intelektuale. Shqipëria ka pasur një nivel intelektual shumë të mirë në fillime. U larguan, ikën, një pjesë heshtën, një pjesë e shitur edhe u përzin. Me kupton, gëzohet. Faleminderit. Unë kështu? Zgjedhjeve. Shumë mirë. I meritoi Rama këtë 3 Po mandate? pa tjetër se ata njerëzit nuk kanë bollëllëgjin që votojnë ti për Ramën. Ata kanë një dikmen, edhe e kanë bollë llogarit mirë, 4 vjetë gjithë, që ka punu, që ka udhëheq, që ka kështu, edhe i kanë dhënë votën. Opozita akuzon shpesh se ka bërë manipulim të zgjedhjeve. Çfarë mendoni? Kjo ka qenë e përjetshme, për herë po mohabet, Si do të jetë një mandat i 4 me Ramën në qeverisje? themi më i suksesshëm. Më i suksesshëm. Se këto vite tjera. Besoj se atë që ka lënë hangët, do i plotësoj të gjitha. Ku ka bëjë opozita? Pensionistëve do ja shtoj pensionin. Ku ka bëjë opozita? Tash unë s'kem gjene ta gjykoj, për derisa populli nuk e jep votën, domethënë që ka Ju vetë inversionist? pa. Sa pension merrni? Po, ai qik si sekret, nuk tregohet. Po, Jeni kënaqur me rritjen që po, është bërë gjatë viteve të qeverisjes së Ramës? Po të lëvizë dhe pak, më mirë do ishte. Po të lëvizë dhe pak, po të shtorë dhe pak, më mirë do ishte. Në 12 vite qeverisje, sa ajo është shtuar pensionin? Krahasi me çmimet që janë arritur, me rritjen e çmimeve, si mendoni këtë? Unë për vetën tim jemi kënaqur. Edhe fëmijët i falenderoj që nuk na e prekin, po dhe na ndihmojnë, edhe jemi kënaqur. Faleminderit. Lutem. Zgjedhjeve. I mrekullueshëm për ne. Qose ka të kundra pasem për të tjerët, po për ne është mrekulli. S'ka më mirë se kaq. Ramën, ta kurozojmë mbret me që 83 mandate i mori, nëse bën koalicion edhe me Tom Doshin, Po le t'i bëjnë, i din vetë ato punë ata. Qatë të mund të ty. Për ne është kënaqësia që fiton Edi Rama. Këtë di unë. ku gaboi opozita? Sa ka bërë opozita? Ku gaboi që nuk mori asaj që Tash ju e shikoni dhe dëgjoni televizor. Edhe ne i mbajmë sy se jemi pleq tash. I mbajmë sy në televizor. Ata janë të shturur fare në vetën e tyre. Çfarë thua më tepër për ata? S'kan mirë kuptim me njëri tjetrin. Si do jetë 4 vjeçar me Edi Ramën në pushtet? Si ta mendojmë? Si do jetë 4 vjeçar me Edi Ramën në pushtet? Tash të tëra ata që thonë me gojë përpara votimeve nuk i realizojnë kur vjen puna e që marrin pushtetin. Edhe kjo dihet. Po s'bëjnë çerekun aty, po të bëjnë ç'të thua sa njerëz ka të burgosur, korruptuar, pushtetarë, prokurorë, gjyqtarë. Ja, unë tash do shkoj, kam qenë 19-ën, po shkoj në gjykatë e lartë të pyes, që më 19-ën, sot jemi 25-a. Edhe të them, ha more, kur të ta ndini atë emrin tim atje? Marr 5.600 lekë në muajt pension. Sepse kur kam dalë në pension, Po mirë, ju tha që keni qenë nga 2019 që prisni për këtë vendim. Po në 2019 ka qenë sërish në pushtet Edi Rama. se s'dëgjoj mirë unë. Ju tha që keni qenë nga 2019 që prisni. Po, Në pushtet në 2019 ka qenë qeveria e Edi Ramës.
O kush do tjetë, për mua, unë tash i po shkoj atje, po them A edhe nuk po... mendoni se do bënte ndryshim nëse do vinte një qeveri tjetër Shiko. qofse dhe partitë e reja? Ka një tjetër gjë. Edi Rama të paktën nuk ka vrarë. Ndërsa këte, si që dëgjojmë televizor, kanë edhe vrasje këta. Pasaj të përgosur, ka nga Edi Rama, ka nga Sërriu, ka nga ta gjithë. Pse luftojmë për pushtet? Për të grabitur, për të vjetur sa më shumë, si njeri dhe tjetëri. Faleminderit. Më falni, lutem, do i shprem sinqerisht. E juve çfarë bindje keni, nëse mundet t'ju pyes, unë jam vërtet një social-demokrat i vërtet. Jetë sociale, demokraci dhe liri. Më thoni ju, nëse mundet t'ju pyes, sepse jemi të njëjtë, apo Jo, nuk jam me parti, thash, jam një social-demokrat, dua jetë e liri, më thuaj, Rama meriton që të kurorëzohet? me të thënë dhe drejtën o motor parena, nuk e meriton Rama, pa e meritojmë ne që i shërbrim kësaj toke mbas shkatrimit në gatë. Kaj, nuk e di, mendoj që falaj. Kjo parti. Unë mbështes mbarë shqiptar të majtë djathtë që luftojnë për të rindërtuar tokën e kombit shqiptar, mirë ata që e shkatrojnë. Me të fitore që bëri Rama, mendoni që të kritikoni disa vargje, disa Po, fjalë po. që kemi bërë për Berishën? Lutem. Qa stacioni jeni? VIP Magazin. VIP Magazin. A, Vik Magazin. Ai se Rama tani është VIP fare. Nëse unë do shkoja të dukem si VIP ke ferma lartë, ose ke Top Channel i Big Brotheri, nuk e meritoja të flas me ju i lirë, si poet, i komitar të blertë në këtë tokë, por dhe heci, si që kam ecë me shpirt e zemër, me këtë dritë që shëndrit e ujë, e borë, e burimet tona shqiptarë në këtë jetë, oram, vetëm për fjallën qëryk, që e ke thënë në dibër, je treguar kokë shkret, ju përshëndet, s'kaq, nësë mund të. Faleminderit. Nëse do të vazhdoj vargun, Edi Rama, unë e kam dash Shqipe pragun që fëmi. Ti nëse të solli nano, nuk të përgojë dot, sepse ti e shqiptare i lindur në këtë tokë. Por, ta shesesh vetën se je i pari, para gjithë shqiptarëve brezni, të rije të reja që kanë vizion në këtë jetë, kujdes Rama, ku të dua shti largohu vetë. E që se the në intervjis ke klani, largohu vetë, se ka shumë njerëz të mirë, profet, intelektual, shkencëtar, vizionar në këtë tokë, mos bëjnë qëfire ma Top Channel-i, Vision Plus-i, edhe ferma atje lartë, largohu, mos na u me për një kartë, edhe ti si Sali Berisha Ram. I përshëndet, s'ka Po janë që. dy vargje për Berishën për ngushëllim. A, të dalë në hije? Berish, ti kujtove se do shitem për bakshish, kur të thash kujdes, me ata fajde ke hum kulture shqipebes. Por, edhe ti gjatit po i them, kujdes, mos jeni valë me një vorbull, më falni për fjallën, që pështyni, hani, pini bashk, kujdes, thuj edhe metës, e të tre dilni për jashtë, mos mari shkas lulli i vocër, që të shaje të shes atje diku jeni treshja, si që është ajo treshja, Bermudës, ja, jemi bitë të tokës, për interesin e komit të ujtë të bukës, do punojmë, do luftojmë, do jetëm të tërë. A nuk e di sa vetë e një bërë, a 7, a 8, nuk e di si një bërë. Më mirë, dërzoni vetë ata letra dokumenta, e i thoni komit, ne ishim kaq, arritëm, vinim nga partia e trashgjimnis, por me shite, me ble venin ton, për interesat të gjepit të hajnis, nuk punimi dot, prandaj dal nga dalosal, rështoj në resht ata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sa jeni vetë, edhe të jemi të qetë. Ju përshëndes. Shumë faleminderit.